1.81% e energjisë elektrike u prodhua nga impjantet që hynë në prodhim gjatë vitit 2024. Sipas të dhënave nga enti regulatori i energjisë, gjatë vitit që shkoi, prodhimi vjetor neto nga këto impjante arriti në 142.492 megavator, pa përfshirë centralin diellor të Karavastas, që përllogaritet në prodhimin e Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare. Kjo për shkak të kontratës së lidhur mes palëve për blerjen e gjithë sasisë së energjisë së prodhuar nga ky impjant. Në total, gjatë vitit që shkoi, hynë në prodhim gjithsej 26 impjante me një kapacitet të instaluar prej 269.95 megawatt. Këtu përfshihen centrale diellore, por edhe hidrocentralet që u shtuan kapaciteteve prodhuese në vend. Sipas erës, burimet hidrike që u shtuan gjatë vitit që shkoi kanë një fuqi të instaluar prej 14 megawatt, ndërkohë që peshën më të madhe e mbajnë burimet fotovoltaike me 255.95 megawatt. Në total janë 18 centrale fotovoltaike që hynë në prodhim gjatë vitit 2024, duke ndikuar në rritjen e energjisë diellore në vend. Së bashku me centralet ekzistues, kapaciteti total diellor arrin në 449 megawatt. Pjesa më e madhe e impjanteve që hynë në prodhim gjatë vitit që shkoi janë të vegjël me kapacitet 2 megawatt, por nuk mungojnë as centralet e mëdhenj me fuqi 20 deri 140 megawatt. Rritja e peshës së energjisë diellore ka një rëndësi në drejtim të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë, pasi vendi ynë ka varësi nga burimet hidrike. Aktualisht, sipas të dhënave nga enti regulatori i energjisë, numërohen 38 centrale diellore që janë në prodhim.